Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Do të keni mundësi t'i komunikoni qartë dhe me vendosmëritë tuaja, veçanërisht në vendin e punës. Do të jetë momenti ideal për të propozuar diçka kolegëve apo e prorëve, të nxitur nga vendosmëria dhe pasioni i madh. Në kontekstin e dashurisë ruani qetësinë. Ka situata që nuk kërkojnë zgjidhje të shpejtë. Durimi mund të bëjë të gjithë ndryshimin. Demi. Do të duhet të përqendroheni në atë që ka vërtet rëndësi. Do të jeni të stërmbushur me punë, por me qasjen e duhur do të arrini gjithçka me saktësi. Në planin e dashurisë, një gest i thjeshtë mund ta bëjë partnerin tuaj të ndihet i dashuruar. Binjakët. Do të jetë një ditë kushtuar komunikimit. Në planin e punës mund të merrni lajme të rëndësishme ose do të keni një bisedë produktive me një koleg ose klient. Do të jetë një ditë e përkryer për të shprehur mendimet tuaja drejt për drejt dhe qartë. Në dashuri, dëgjoni atë që ju thot partneri juaj. Gaforia. Do të jeni shumë të ndjeshëm, aq sa do të perceptoni detaje të rëndësishme. Në vendin e punës përdorni ndjeshmërinë tuaj për të menaxhuar situata delikate. Mos keni frikë të tregoni anën tuaj më njerëzore. Në kuadrin e dashurisë do të ketë momente shumë të bukura në çift. Luani. Do të jetë një ditë e ngarkuar, veçanërisht në nivel pune. Energjia juaj do t'ju shtyjë të realizoni projekte që ju interesojnë. Keni kujdes që të mos rrëmbeheni nga emocionet dhe të anashkaloni detajet. Në nivel romantik përpiquni mos vini pas dore personin që doni, i cili kërkon vëmendje dhe interesin tuaj. Virgjëresha. Do të duhet mendoni për organizimin dhe mënyrën e menaxhimit të kohës. Në vendin e punës është koha të vendosni prioritetet tuaja dhe të përqendroheni në atë që ka vërtet rëndësi. Në nivelin e dashurisë, mos u bëni shumë kritik ndaj të dashurit tuaj. Tregoni me shumë mirëkuptim, duke hequr fiksimin me përsosmërinë nga koka juaj. Peshorja. Nëse dëshironi të kaloni një ditë të qetë, do të duhet të gjeni një ekuilibër mes angazhimeve tuaja të ndryshme. Do të jetë thelbësore ndërmjetësimi midis opinioneve të ndryshme në mënyrë që të eliminohen tensionet. Në frontin e dashurisë, përpiquni të gjeni një kompromis midis nevojave tuaja dhe atyre të partnerit tuaj. Akrepi. Do të jeni shumë të vendosur dhe plot energji. Në punë mos hezitoni të përballeni me situata sfiduese. Pasi do të keni aftësinë t'i kapërceni me sukses fal këmbënguljes suaj. Shprehni pasionin tuaj në dashuri, partneri do t'ju vlerësojë dhe do t'ju përgjigjet. Shigjetari. Do të mund të zbuloni horizonte të reja si në punë ashtu edhe në jetën personale. Nëse keni një projekt apo një ide në mendje, kjo do të jetë mundësia e duhur për ta ndarë. Përqendrohuni në të tashmen dhe mos u shqetësoni shumë për të ardhmen në dashuri. Kaloni kohë me ata që doni, duke vlerësuar shoqërinë e tyre. Britsjapi. Dita e punës do të jetë mjaft intensive, por do të keni mjetet për ta përballuar me vendosmëri. Aftësia juaj për të përballuar detyra komplekse do t'ju bëjë të arrini rezultate të shkëlqyera. Në sferën e dashurisë do të jetë e nevojshme të hapni një diskutim të sinqertë për të diskutuar tema të rëndësishme në marrëdhënien tuaj. Ujori. Kreativiteti do të jetë pika juaj e fortë. Në kontekstin e punës përpiquni të propozoni zgjidhje inovative për problemet, pasi vizioni juaj unik mund të bëjë ndryshimin. Në dashuri mos lejoni që mendimet ju pushtojnë, përpiquni të jeni të pranishëm për të jetuar intensivisht marrëdhënien me të dashurin tuaj. Peshqit. Intuita dhe ndjeshmëria juaj do të jenë aleatët tuaj më të mirë këtë të mërkur. Një situatë pune do të kërkojë një vendim të rëndësishëm. Ndiqni instiktin nëse nuk doni të gaboni. Me partnerin momentet e intimitetit do të jenë shumë të dobishme. Shpreheni atë që djeni. Horoskopi në Top Albania Radio.